Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar miq, ju njoftojmë se për këtë muaj të Ramazanit do të kemi mundësinë që ta lexojmë së bashku hatmen e Kuranit në gjuhën shqipe. Ky lexim i Kuranit në gjuhën shqipe do të jetë nga profesor doktor Feti Mehdiu. Përndryshe është një libër, një prej përkthimeve të vjetra, para 30 viteve më shumë, e për fat të keq ky përkthim nuk gjendet në për librarit fetare. Kështu që unë vendosa ta marrim dhe ta lexojmë këtë hatme të Kuranit, pasi siç e pam fjalën e profetit Muhammed, i cili tha: ai që e lexon këtë një verset, ajet kuranor në këtë muaj, do ta ketë shpërblimin sikur ta ketë lexuar tër Kuranin në muajt tjerë. Prandaj muaji Ramazan është muaj i bekuar, mu për atë arsye se në këtë muaj ka zbrit Kurani i kompletuar. Prandaj të nderuar miq, ne kemi vendosur që ta lexojmë Kuranin së bashku brenda 30 ditëve të Ramazanit, 28 ditë, besoj se në Bajram kemi me përfundu hatmen e Kuranit në gjuhën shqipe. Prandaj unë do ta lexoj, do të mundohem pa gabime, po sidoqoftë gabimet mund të ndodhin, sepse askush nuk jemi perfekt, por ja që teknologjia do të na ndihmoj që ju në YouTube që jeni ta keni Kuranin në gjuhën shqipe, hatmen e Kuranit, edhe kur nuk keni mundësi me lexu, atëherë vetëm i leni vendosni kufjet në vesh dhe do ta dëgjoni leximin e Kuranit në gjuhën shqipe, por të profesor doktor Feti Mehdiut. Vazhdojmë pa humbur kohë, sot është dita e parë e muajit Ramazan dhe fillojmë me leximin e hatmës së Kuranit në gjuhën shqipe. Përndryshe Kurani i përmban 30 pjesë të Kuranit, apo i themi në gjuhën arabe juz'e, dhe këto 31 pjesë i përmban 10 fletë, pra 20 faqe. Dhe na do të vazhdojmë me leximin e këtyre 20 faqeve dhe pas përfundimit të leximit të hatmës së Kuranit, një pjesë, do të vazhdojmë me pauza të ndryshme dhe mas orës 12 do të vazhdojmë me faljen e namazit të posaçëm të muajit Ramazan, i cili namaz nuk është taravi, sepse nuk është falë në kohën e profetit taravi, por kanë qenë namazet të posaçme për netet e Ramazanit, të cilat do t'i falim së bashku. Vazhdojmë. Lutemi të gjithë së bashku, njëherë lutjen para mësimit, para që Allahut në ndriçoj mendjet tona, e pastaj lutjen para leximit të Kuranit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed vë ali Muhammed. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, duri me besim, më mëso dhe mos lejo që të jemi pa ditur, më bëj që të mbaj në mend dhe mos të haroj. Amin. Duaja para leximit të Kuranit. O Allahu im, me të vërtetë ke zbrit Kuranin. O Allahu im, madhëroje dëshirën time ndaj teje. O Allah, bëre Kuranin dritë në shikimin tim dhe shefaat në zemrën time. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyrën ton me Kuran. O Allah, forcona trupat ton me leximin e Kuranit. Leximin e Kuranit peshoje rënd në peshorët tona. Na bën të mundshme leximin e Kuranit me respekt
edhe ditën edhe natën. O Allah, na ringjall me pejgamberin Muhammedin dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. E pranofsh. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Të nderuar miq, ju po e shihni që sa herë që lutem, njëherë i dërgojmë selam profetit Muhammed, sepse lutjet e tona stagnojnë, nuk ngriten në lartësi pa i dërguar profetit Muhammed selam. Prandaj, gjithmonë kur luteni, dërgoni selamet qofshin për mi Muhammedin dhe familjen e tij, pastaj lutjen dhe pastaj prapë mbyllni me selam. Ose në gjuhën arabe, Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed, nuri Muhammed dhe selim. Vazhdojmë. Surja e parë, gjyzi i parë i Kuranit. Surja Fatiha. Gjithmonë do ta lexojmë një pjesë të shkurt të fillimit të gjyzit në gjuhën arabe. Pastaj vazhdojmë në gjuhën shqipe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. I mbështetem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Lavdërimi është për Allahun, Zoti i botrave, të gjithë mëshirshmin, mëshirëplotin, sunduesin e ditës së gjykimit. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm nga ti ndihmë kërkojmë. Drejtona në rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët i bekove, e jo të atyre që kanë merituar hidhrimin, e as të atyre që kanë humbur. Vazhdojmë. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Alif Lam Mim. Ky libër në të cilin nuk ka dyshim as pak, është udhëzim për të devotshmit, të cilët besojnë në të padukshmen, kryejnë faljen dhe japin sadak nga ajo që u kemi dhënë ne, edhe ata që besojnë në atë çka është shpallur përpara Tije, si edhe ata që janë të bindur në botën tjetër. Ata janë të përudhur nga Zoti i tyre dhe ata, vetëm ata janë të shpëtuar. Ata që nuk besojnë me siguri e kanë një lloj, i qortove ti apo nuk i qortove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre, edhe veshët e tyre, kurse para syve të tyre ka një perde, ata i pret dënimi madh. Ka njerëz të cilët thonë, i kemi besuar Allahut dhe botës tjetër, por ata nuk janë besimtarë. Ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun dhe ata që kanë besuar, por ata vetëm e mashtrojnë veten dhe nuk e hetojnë. Zemrat e tyre janë të sëmura dhe Allahu edhe më tepër u arrit sëmundjen. Ata i pret dënimi dhëmshëm për shkak se gënjejnë. Kur i thuhet, mos bëni turbullira në tokë, ata thonë, ne vetëm mbajmë rendin. Kujdes, se në fakt ata bëjnë turbullira, por nuk vën re.
Kur u thuhet besoni si besojnë njerëzit, ata përgjigjen, a të besojmë ashtu si besojnë të marrët, naivët, ignorantët, por ata janë vetë të marrë, vetëm se nuk e din, apo jo. Kur i takojnë ata që besojnë, thonë, ne kemi besuar, por kur mbesin vetëm me djajt e vetë, thonë, ne jemi me ju, ne vetëm talemi me ta. Allahu tallet me ata dhe i lëshon të dështojnë edhe më tepër në mosbesimin e tyre. Ata janë të cilët japin fitimin për humbje, tregëtia e tyre nuk u sjell kur farë dobije, dhe ata nuk janë të përudhur. Ata i ngjajnë shembullit të atij që ndez zjarr, por kur ai ndriçon rrethin e tyre, Allahu a merr dritën dhe i lë në terr, që të mos shohin. Janë të shurdhër, me mec dhe të verbër, prandaj nuk thehen pas. Ose janë sikur ata të cilët vën gishtat në veshët e tyre, kur i përfshin fortuna nga qielli, me terë me bubullim dhe vetëtim, të friksuar nga vdekja, por Allahut nuk mund t'i shmangen dot mosbesimtarët. Dhe vetëtima për pak sa nuk i verbëron, sa herë që vetën ata nisën. Dhe vetëtima për pak sa nuk i verbëron, sa herë që veton ata nisën, por sa të rohet ndalen. Si kur të donë të Allahu, mund të amerte edhe të dëgjuarit, edhe të pamurit, sepse Allahu me të vërtet ka mundësi për çdo sen. O njerëz, adhurone Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar juve, edhe ata përpara jush, ndoshta do të bëheni të devotshëm. Ai i cili u ka bërë tokën shtroj, kurse qiellin kulm, dhe nga qielli ju lëshon shiun dhe me të bën që të rriten fryte, ushqim për ju. Prandaj, mos i bani shok Allahut me vetëdije. Dhe nëse dyshoni në atë çka i kemi shpallur robit ton, bëne ju një kaptin të ngjajshme si ai, Kurani. Madje thirrni edhe dëshmitarët tuaj, përveç Allahut, nëse flisni të vërtetën. Po nëse nuk e bëni dhe nuk mund ta bëni, atëherë ruajuni zjarrit të përgatitur për mosbesimtarët, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurat. Dhe përgëzoj ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, se i presin xhenete ku rrjedhin lumenjë. Sa herë që do të jepet ndonjë frut prej atyhit, ata do të thonë, me këtë jemi furnizuar edhe më herët, por kur do të jepet vetëm ngjajshëm me të, aty do të ketë femra të pastra dhe ata do të jenë përgjithmonë aty. Allahu nuk nguron të sjellë si shembull mushkonjen, ose diçka si kjo. Edhe ata që besojnë, ata e dinë se ajo është e vërtet nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk e besojnë thonë, çka ka dashur Allahu me këtë shembull? Me këtë ai shumë i humbë, por shumë edhe i drejton në rrugë të drejtë, dhe me këtë nuk humbë askush tjetër përveç mbrapshtanëve, të cilët e vejnë besën e dhënë Allahut, pasi që janë besatuar dhe e shkëpusin atë dhe e shkëpusin atë çka ka urdhëruar Allahu të mbahet dhe bëjnë turbullira në tokë. Ata
një mend janë të shkatëruar. Si mundeni ta mohoni Allahun që ju keni qenë të vdekur dhe ju kanë gjallur, pastaj ju vdes dhe prap ju ringjall dhe mandej te ai do të kthehemi. Ai është i cili ka krijuar për ju gjithçka që ka në tokë. Pastaj vullnetin e tij e ka drejtuar ka qielli dhe ka rregulluar 7 qiej. Ai që çdo sen e ka në dieni. Dhe kur u tha Zoti yt engjujve, unë në tokë po caktoj një mëkëmbës, ata i thanë, a po bën aty dikë që do të bëj turbullira e gjakderdhje, kurse ne ty të madhërojmë, o Zot, e të lavdërojmë dhe të lartësojmë. Unë di, tha Allahu, atë çka ju nuk e dini. Dhe ai mësoi Ademin emërtimet e të gjitha sendeve, e pastaj u prezentoi engjujve dhe u tha, më informoni për emrat e tyre nëse flisni të vërtetën. Ata i thanë, qoftë lartësuar. Ne nuk dim përveç asaj që na ke mësuar. Ti, o Allah, padyshim ti je i gjithdijshëm, i urtë. O Adem, tha Allahu, ua trego emrat atyre, dhe kur ai u tha emrat e tyre, Allahu tha, a nuk ju kam thënë se vetëm unë i di të padukshmet e qiejve dhe të tokës, dhe vetëm unë di atë çka e shfaqni haptazi dhe atë çka e fshihni? Dhe kur u tham engjujve, përuluni, bini në sejdë Ademit, ata ju përulën me përjashtim të iblisit. Ai refuzoi dhe bëri mendje madhësi dhe u bë mos besimtar. Dhe ne i tham, o Adem, vendosuni ti dhe gruaja jote në xhennet, dhe hani aty sa të doni prej ku të dëshironi, por kësaj peme mos ju afroni, e të bëheni punë në këqinje. Por djalli i mashtroi në këtë punë dhe i nxorri prej aty ku ishin. Dhe ne u tham, hupni së këndejmi si armiq të njëri tjetrit, dhe do të vendosenit e të jetoni në tokë deri në afat të caktuar. Dhe i pranoi disa fjalë të Zotit të vet, andaj Zoti ia fali. Ai me të vërtet pranon pendimin, është mëshirëplot. Ne u tham, shporoni të gjithë prej aty. Nga unë do të vi një udhërëfim, dhe kush pason për udhjen time nuk do të friksohet e as nuk do të piklohet. Kurse ata të cilët nuk besuan, por i përgënjeshtruan argumentet tona, ata janë banorët të xhehenemit, ata do të mbesin aty për gjithmonë. O Izraelit, kujtoni dhuntin time që ju kam dhuruar, dhe plotësoni besën që ma dhate. T'ju plotësoj edhe unë besën time, friksohuni vetëm mua. Besoni asaj që po ashpall, e cila u avërteton atë çka e keni ju. Dhe mos jeni të parët që nuk i besoni, dhe mos blini fundërina me fjalët e mia, dhe friksohuni vetëm mua. Dhe mos e mbuloni të vërtetën me të pavërtet, që me vetëdije të fshihni të vërtetën, pasi që veç e dini. Faleni namazin dhe jepni zekatin dhe përkuluni me ata që përkulen. A ju po urdhëroni të tjerët të bëjnë vepra të mira e veten e harroni?
ju edhe librin e lexoni, as po mendoni pak? Kërkoni ndihmë me anë të durimit dhe faljes. Ajo është padyshim punë e madhe, e rëndë, por jo edhe për të dëgjueshmit e bindur, të cilët shpresojnë se do të dalin para Zotit të vetë dhe se ati do t'i kthehen. O Israelit, përkujtoni dhuntin time që ju kam dhuruar, dhe unë ju kam dalluar prej njerëzve të tjerë. Ruajuni asaj dite kur askush nuk do të mund të shërbej asgjë kërkujt, dhe nuk do të pranohet ndërmjetësimi i askujt, nuk do të pranohet kompenzimi e nuk do të jenë të ndihmuar. Dhe kur ju shpëtuam nga njerëzit e Faraonit që ju mundonin me dënimin më të rëndë, duke ju atherur djemtë tuaj, kurse vajzat ju alinin në jetë, në këtë ka sprovë të madhe nga Zoti juaj i madh. Dhe kur e ndam detin për ju dhe juve ju shpëtuam, kurse njerëzit e Faraonit i përmbytëm e ju i shikonit. Dhe kur e thirë Musau në takim për 40 netë, ju pas ati patët marrëvicin për Zotë, ju jeni mizor. Pastaj juve edhe pas kësaj ju afalëm, ndoshta bëhen e mirë njohës. Dhe kur Musaut i dham librin dhe Furkanin që ndan të vërtetën nga e pavërteta, ndoshta merrni rrugën e mbarë. Dhe kur Musa i tha popullit të vetë, o populli im, ju i keni bërë keq vetvetes kur e keni marrë viçin për Zot. Prandaj pendohuni para Krijuesit dhe luftoni me vetveten. Te Krijuesi juaj, ajo është më mirë për ju. Ai do t'ua falë, ai i pranon shumë pendimet dhe është mëshirë plotë. Dhe kur i thatë, o Musa, ne nuk kemi për të besuar derisa ta shohim Allahun haptazi. Dhe vetëtima ju përfshiu e ju shikonit. Pastaj juve pas vdekjes ju kemi ngjallur që të jeni mirënjohës. Dhe ju kemi bërë hije me ret, dhe ju zbritëm fëllënza dhe men lëngë ëmbël, hani ushqime të mira me të cilat ju a kemi furnizuar, ata nuk na bën keq neve, por i bën keq vetvetes. Dhe kur ju tham, hyni në këtë qytet dhe hani çka të dëshironi dhe sa të dëshironi, por në hyrje hyni kokullur dhe thuani, na fal, do t'ju afalim mëkatet tuaja, madje pamirësve do t'u japim edhe më shumë. Mirë po mizorët e ndëruan fjalën që u është thënë, me fjalë të tjera që nuk u është thënë, dhe ne mbi ata që kanë bërë mizori, u alëshuam një dënim nga qielli për shkak se ishin të mbrapshtë. Dhe kur Musa për popullin e vet u lut për ujë, e ne i tham, bjeri me shkopin tënd gurit, prej ti shpërthyen 12 burime, dhe çdo grup dinin burimin e vet. Hani dhe pini nga furnizimet e Allahut, dhe mos bëni keq në tokë, si mbrapshtan. Dhe ju i thatë, o Musa, ne më nuk mund të qëndrojmë vetëm me një ushqim, prandaj lutju Zotit tënd për ne që të na jap diçka tjetër çka e bën toka, perime, tranguj, edhe thjerza e barishte, grosh, çepe, hudhra. A i tha,
A doni ta ndërroni atë çka është e mirë me atë çka është e pavlerëshme? Shkoni pra në qytet se do të gjeni atë që keni kërkuar. Ata i mbuloi poshtërsia dhe mjerimi. Ndaj merituan hidhrimin e Allahut, për shkak se i mohonin argumentet e Allahut, vrisnin profetët pa pikë faji. Kjo ata i goditi për shkak se qenë të padëgjueshëm dhe me të këqija i kalonin tër kufinjet. Është në pyetje pra populli i Musës, Izraelitët. Me siguri ata që kanë besuar ose që janë hebrej dhe të krishterë edhe sabej, që i kanë besuar Allahut dhe botës tjetër dhe kanë bërë punë të mira, shpërblimi i tyre është e Zoti i tyre. Për ata nuk ka frikë as pikëllim. Verseti për hebrejt dhe krishterët që janë besimtarë. Pra nuk ka xhehenem, nuk ka frikë. Dhe kur e kemi marrë nga ju besën, edhe malin tur e kemi ngritur përmbi ju, pranone seriozisht, si të juajen, çka u kemi dhënë, edhe ta keni ndërmend çka ka në të, ndoshta do të ruheni. Ju pastaj ja kthyet shpinën, dhe po të mos të ishte mirësia Allahut ndaj jush me mëshirën e tij, ju me siguri do të shkatërroheshit. Ju i dini ata nga mesi juaj, të cilët gabuan të shtunën. Prandaj, ne u patëm thënë, bëhuni majmun të përçmuar. Bash kohanikëve dhe breznive të tyre, ua kemi bërë këtë si vërejtje dhe këshill për të devotshmit. Dhe kur i tha Musa popullit të vet, Allahu i urdhëron të therrni një lop, ata i thanë, ti po tallesh me ne? Mos e bëft Allahu, tha i, unë të jem nga ignorantët, kurse si. I thanë Musaut, lutë Zotin tënd për ne të na sqaroj çfarë duhet të jetë ajo lop. Ai u tha, po thotë se ajo është një lop as e madhe, as e vogël, mesatare, ndërmjet atyre moshave, andaj veproni siç po ju urdhërohet. Nga ky verset, nga kjo ngjarje, kjo sure quhet edhe surja Bekare, që në gjuhën shqipe do të thotë lopa. Vazhdojmë. Verseti 69. I thanë, lutë Zotin tënd për hir tonin, le të na sqaroj çfarë ngjyre duhet të ketë. Po thotë Musa, u përgjigj ai, se ajo është një lop çime verdhë me ngjyrë të theksuar që i pëlqen gjithkujt. Lutë i thanë përsëri Zotin tënd, për hir tonin, të na sqaroj çfarë duhet të jetë, sepse neve na duken lopët të ngjajshme, dhe ne në dasht Allahu gjithsesi do të jemi të udhëzuar. Ai i thot, u tha ky, se ajo është një lop jo e lodhur duke lëvruar tokën dhe duke u jitur arat, duhet të jetë pa tëmeta e pa shenjë. Tash e ke përshkruar si duhet, i than Musës, dhe e therrën, por Memzi e bën këtë. Dhe kur e patët mbytur një njeri dhe fillua të ziheni për ta fshehur mbytsin, por Allahu e nxori në shesh atë çka e fshihnit ju. Prandaj tham që ti mëshoni atij me një pjesë të asaj lope, e ashtu Allahu ngjall të vdekurit dhe ju tregon argumentet e veta, mbase do të mblidhni mendjen. Pastaj, zemrat tuaja pas asaj u bën të forta, sepse ka gur.
Pastaj zemrat tuaja pas asaj u bën të forta, sepse ka gur prej të cilëve shpërthen burime, e ka me siguri edhe gur që qahet, dhe prej ti del ujë, por ka pa më dyshje edhe që pëlqasin nga friga Allahut. Allahu nuk është indiferent për atë që ka bën ju. Dëshironi ju që t'ju besojnë ata që në një grup edhe një herë? A dëshironi ju që t'ju besojnë ata që një grup prej tyre e dëgjonin fjalën e Allahut dhe pasi që i kanë kuptuar, me vetëdije i kanë falsifikuar. Kur takojnë besimtarët, ata thonë, kemi besuar, por sa po mbesin me vete thonë, apo ju kallëzoni për atë që Allahu vetëm juve ju ka shpaluar, që t'ua shërbej si argument kundër jush, para Zotit tuaj, a hiq nuk e merrni me mend? A nuk e din ata se Allahu e di edhe atë çka fshehin, edhe atë çka shfaqin. Prej tyre ka analfabet. Nuk din për libër, por vetëm për fallë, dhe ata vetëm fantazojnë. Të mirët ata të cilët me duar të veta shkruajnë librin e pastaj thojnë, ja, ky është prej Allahut, për të nxjerrë ndonjë fitim të parëndësishëm. Dhe të mirët ata për shkak të duart e tyre e kanë shkruar, dhe mirë ata me çka po fitojnë. Ata thanë, neve zjarri nuk na prek, vetëm se për një kohë të caktuar. Thuaj, a i keni marrë besën Allahut për këtë? Se Allahu nuk e thën besën e vetë, apo thuani për Allahun diçka që nuk e dini? Po si jo, atë që bën keq do të rrethojnë me katët e veta. Ata do të jenë banor të zjarrit, ku do të mbesin për gjithmonë. Dhe ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata do të jenë banor të xhenetit, ku do të mbesin për gjithmonë. Dhe kur morën fjalën nga izraelitët, vetëm Allahut i faleni dhe t'u bëni mirë prindërve dhe të afërmve, edhe bonjakëve, edhe të varfërve, dhe njerëzve t'u flisni fjalë të mira dhe të kryeni faljen dhe zekatin, por ju pastaj përveç një numër i vogël tradhtuat dhe ja kthyet shpinën. Dhe kur morën prej jush besën se nuk do të derdhni gjakun tuaj dhe se nuk do të përzëni njëri tjetrin nga shtëpi tuaja, ju e pranuat këtë dhe po e dëshmoni. Mirë po ju përsëri e mbytni njëri tjetrin. E disa nga ju i përzini nga shtëpit e tyre. Pra, miq të nderuar, flitet për izraelitët në kohën e Musës a.s. që janë pasuesit e tyre, janë edhe sot izraelitët e sotshëm. Po kjo ndodhi ka ndodhur atëherë që mund të ngjasohet me të sotshmën. Vazhdojmë. Verseti 85 i surës Bekare. Mirë po ju përsëri e mbytni njëri tjetrin, e disa nga ju i përzini nga shtëpit e tyre, duke ndihmuar njëri tjetrin me mëkate armiqësi kundër atyre, por nëse u vinë si të zënë rob, ju kompenzoheni. A e keni pasur të ndaluar t'i përzini? Si bëhet të besoni një pjesë të librit e tjetrën pjesë ta mohoni? Çfarë shpërblimi ka ai nga ju që bën ashtu në mos poshtërsim në këtë botë, kurse në ditën e Kiametit do të vëhen në më të rëndin dënim, dhe Allahu
nuk është indiferent ndaj asaj që bëni ju. Vetëm pak se duhet puzla. Ju lutem bëni like, 17.000 janë bë, që ta kupton TikToku që jemi aktiv. Ju lutem. Faleminderit Sakica për punën. Vazhdojmë. Të 86. Ata janë të cilët jetën e kësaj bote e blejnë me ahiretin. Prandaj atyre vuajtjet nuk do t'u lehtësohet e as që do të jenë të ndihmuar. Ne i kemi pas dhënë Musait librin dhe pas ti kemi dërguar profet njërin pas tjetrit. Edhe Isau të birit të Mërjemës i kemi dhënë argumente të qarta dhe e kemi përkrahur me Gjebrailin shpirtin e shejtë dhe a nuk bëheshin arrogant sa herë që ndonjë profet u solli atë çka nuk e pëlqente juve, madje disa i shpallnin rënacak, kurse disa i mbysnin. Po thonë, zemrat tona janë të ashpra. Jo, por Allahu i ka mallkuar ata për shkak të mosbesimit të tyre. Prandaj ata fort pak janë që besojnë. Nga Jevrejët. Pasi që u erdhi libri nga Allahu i cili vërteton atë çka e kanë, por edhe më herët e lypnin ndihmë kundër mosbesimtarve, dhe kur u vjen ajo që është e njohur, ata e mohojnë, pra paqen mallkimin e Allahut ata që nuk besojnë. Është mjerueshme ajo për çka janë shitur. Të mohojnë atë çka u ka shpallur Allahu, vetëm nga zilia që Allahu nga mirësia e tij i dërgon shpalljen kujt të do, ai nga robërit e vetë, dhe kanë nxitur hidhërim pas hidhërimi, ndërkaq për mosbesimtarët dënim të turpshëm. Dhe kur u thuhet, besoni asaj që ju ka shpallur Allahu, thoshin, ne besojmë në atë çka na shpallet neve, por nuk besojmë në atë pas asaj. E ajo është e vërteta që po e vërteton se atë çka e kanë, thuaj. Po përse më përpara i mbytnit profetët e Allahut pasi qenkeni besimtar? Edhe Musa e u ka pas sjell argumente të qarta, por ju në mungesë të tij përsëri e morët viçin t'i besoni duke bërë kështu mizori e padrejtësi. Dhe kur prej jush kemi marrë besën tuaj dhe ngritëm përmbi ju malin tur, merrni seriozisht atë çka u japim dhe dëgjoni. Ata thanë, ne dëgjuam, por jemi të padëgjueshëm. Zemrat e tyre për shkak të mosbesimit të tyre akoma ishin të feryra me viç. Thuaj, është shumë e keqe ajo ku po ju shpije besimi juaj, nëse jeni sadopak besimtar. Thuaj, nëse te Allahu është siguruar xheneti vetëm për ju, e jo edhe për njerëzit e tjerë, ju lypni vdekjen nëse jeni të sinqert. Por kur nuk do ta lypin, për shkak të asaj se çka bëjnë, ndërsa Allahu i din mirë kriminalët. Ti gjithsesi do t'i shohësh se ata e duan jetën më shumë se tërë njerëzit tjerë, edhe se sa ata që janë politeist. Edhe njëherë,
Ti gjithsesi do t'i shohësh se ata e duan jetën më shumë se tërë njerëzit tjerë, edhe se sa ata që janë politeistë. Dikush do të dëshiron të jetoj 1000 vjet, edhe pse ajo, edhe si kur të jeton të aq, nuk do të largon të nga vuajtja. Allahu sheh mirë se çka punojnë. Thuaj, kush është armiku i Gjebrailit? E ai, me lejen e Allahut, ty të vë atë Kurani në zemër, i cili i vërteton ata çka ishin më përpara ti, si udhërëfim e përgëzim për besimtar. Kush është armiku i Allahut dhe i engjëjve të tij, edhe i profetëve të tij, edhe i Gjebrailit, edhe i Mikailit, e Allahu është hiç padyshim armiku e atyre që nuk besojnë. Dhe ne ty të kemi shpallur argumentet të qarta. Edhe këta nuk i mohon tjetër kush përveç të mbrapshtëve. Çdo herë kur marrin ndonjë obligim, e prishin disa prej tyre. Jo, për shumica sish nuk besojnë. Dhe kur u pat ardhur profeti nga Allahu, që u vërteton të atë çka e kishin, një grup prej tyre të cilëve u qedhën libri, e hudhnin pas shpinë e librin e Allahut, kinse nuk e dinin. Dhe shikoni pas asaj që u kanë folur djajt për mbretërin e Sulejmanit. Sulejmani nuk ka qenë mosbesimtar, por se djajt janë mosbesimtar, patën mohuar duke i mësuar njerëzve magji, edhe çka u zbriti 2 engjëjve, Harut dhe Marut, në Babilon. Dhe ata 2 nuk ja kanë mësuar askujt, madje thoshin, ne jemi vetëm një sprovë, ti mos u bën mosbesimtar. Dhe njerëzit mësonin prej tyre 2 si të ndajnë burrin prej gruas. Por me këtë nuk mund t'i bënin dëm askujt, pa vullnetin e Allahut. Dhe mësonin atë që u bën dëm atyre, e nuk u bën kurfar dobije, edhe pse e kanë ditur se ai që e merrte atë mjeshtri, pra magjin, nuk do të ketë kurfar fati në botën tjetër. Po shumë e keqe është ajo, nëse e din për çka e kanë shitur vete. Edhe si kurse ata të besonin dhe të ruheshin, shpërblimi nga Allahu do të ishte gjithsesi më i mirë, si kur të dinin. O besimtar, mos thuni rajna, po thuani undhurna dhe dëgjoni. E besimtarët i pret dënim i dhëmshëm. Edhe njerë, o besimtar, mos thuani fjalën rajna, por thuani undhurna dhe dëgjoni. E mos besimtarët i pret dënimi dhëmshëm. Ata të cilët nuk besojnë, qofshin idhtar të librit apo politeist, nuk duan që juve t'ju shpallet nga Zoti juaj çfarë do e mirë qoftë, por se Allahu e dallon këtë doj në mëshirën e vetë. Allahu ka mirësi të madhe. Ne nuk pezullojmë asnjë jetë apo të harrojmë, po sjellim më të mirë se ai ose të ngjashëm sikur ai. A nuk e ke ditur se Allahu ka mundësi për çdo send? A nuk e ke ditur se Allahut i takon pushteti i qiejve dhe i tokës dhe ju përveç Allahut nuk keni mbrojtës tjetër as ndihmëtar? A doni të kërkoni nga profeti juaj siç kanë kërkuar më parë nga Musa?
Dhe kush e ndërron besimin me mos besim, ai e ka humbur rrugën e drejtë. Shumë i thtarë të librit kanë dëshiruar që t'ju kthenin në mos besimtar, pasi jeni bërë besimtar, nga egoizmi i verbëruar i tyre, edhe pasi që u është sharruar e vërteta, por ju falni dhe hiquni atyre, derisa Allahu nuk bjen vendimin e vet. Allahu një mend ka mundësi të bëjë çdo gjë. Dhe kryeni faljen dhe jepni zekatin. Çka do që të bëni mirë për vete e keni. Do ta gjeni te Allahu, me siguri Allahu sheh mirë se çka punoni. Ata thonë, në xhenet nuk do të hyjë të tjerët përveç kush është ebrej apo krishter. Për fat të keq, edhe ka disa muslimanë që kështu mendojnë. Ajo është dëshirë e tyre, ti thuajo. Sillni argumentin tuaj nëse jeni të sinqert, pra që në xhenet pas kanë me hyjë vetëm të krishtert edhe jevrejt. Sillni argumentin tuaj, Zoti i thot Musës, thuaju atyre, sillni argumentin tuaj nëse jeni të sinqertë. Përkundrazi, ai që është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, ai e ka shpërblimin e vet, te Zoti vet, dhe ata nuk do të friksohen, nuk do të pikëllohen. Ebrejt thonë, të krishterët nuk janë në rrugë të drejtë. Kurse të krishterët thonë, ebrejt nuk janë në rrugë të drejtë. E ata të gjithë lexojnë librin e Allahut. Pikërisht ashtu, siç flasin ata, thanë edhe ata që nuk dinë, por Allahu do t'i gjykojë në ditën e gjykimit për atë në çka kundërshtohen. Kush është më mizor se ai i cili pengon që në xhamit e Allahut të përmendet emri i tij dhe përpiqet për rrënimin e tyre? Ata nuk kanë për të hyrë aty, përveç se me frikë. Ata në këtë botë kanë turpin, kurse në atë botë dënimin e madh. Të Allahut janë edhe lindja edhe perëndimi. Ka do që të ktheheni atje është anë e Allahut. Allahu është padyshim i gjerë dhe shumë i dijshëm. Thonë, Allahu ka një fëmijë, qoftë lartësuar ai. Jo, po të ati janë krejt çka ka në qiell dhe në tokë. Ati të gjithë i nënshtrohen. Zanafillës i qiejve dhe i tokës, dhe kur do të zbatoj diçka, ai vetëm i thot bëhu dhe bëhet. Kurse ata që nuk din të flasin, përse të mos na flasë neve Allahu ose të na vijë ndonjë argument? Ashtu, mos i fjalet e tyre kanë folur edhe ata përpara tyre. Kanë zemrat të ngjashme, kurse ne i patëm sharruar argumentet për njerëzit që janë të bindur. Ne ty të kemi dërguar me të vërtet si përgëzues dhe qortues dhe nuk do të merresh në pyetje për banorët e xhehenemit. Pra, Zoti i thot profetit Muhammed, ty të kemi dërgu si qortues dhe përgëzues, me dhënë si hariq, myshde me dhënë. Vazhdojmë. As ebrejt, as të krishterët, nuk do të jenë të kënaqur me ty derisa që të mos pranosh fenë e tyre. Thuaj, udhëzimi i Allahut është udhëzim, dhe nëse ti jepesh pas dëshirave të tyre, pasi që të ka ardhur dienia, shpallja prej Allahut, as kush nuk mund të të mbrojë, as të të ndihmojë. Atyre të cilëve u kemi dhënë librin,
hynor, e lexojnë ashtu si është. Ata i besojnë atij. Ai që nuk i beson atij, ai do të jetë i humbur dhe i shkatërruar. O Izraelit, kujtoni dhuntin time që ua kam dhuruar dhe unë ju kam dalluar mbi të gjithë njerëzit tjerë. Dhe friksohuni asaj dite kur askush nuk mund të ndihmoj asgjë dhe nuk do të pranohet kompenzim prej askujt dhe ndërmjetësimi nuk i bën dobi dhe askush nuk do të jetë ndihmuar atë ditë. Dhe kur Ibrahimin, Zoti i tij e provoi edhe një herë, tash kryhet me Musën, vjen historia e Ibrahimit a.s. Dhe kur Ibrahimin, Zoti i tij e provoi me disa urdhëra, e ai të gjitha i kreu plotësisht, i tha Allahu, po të bëj të jesh prijetar, lider, imam për njerëzit. E disa pasardhës të mi, u lut ai, a do të jenë prijetar? Besatimi im, tha Allahu, nuk do të përfshi mizorët. Që do me thënë, pasardhësit e Ibrahimit a.s. janë imam, janë prijesetar, imam në gjuhën arabe thot, dhe ata do të jenë vetëm prej të mirëve, jo prej mizorëve. Dhe këtu pra i premtoi i Zoti se premtimi im ka mu të realizu, por nuk shkon imamllëku, përjesia të mizorët. Dhe tempullin e Qabës e bën vend të ubim dhe vend të sigurt për njerëzit. Vendi ku ka qëndruar Ibrahimi konsiderohet si tempull ku kryhet falja. Edhe Ibrahimit edhe Ismailit i kemi urdhëruar, pastrone tempullin tim për ata që do ta vizitojnë, të cilët do të qëndrojnë aty dhe do të bëjnë namaz, për ulen dhe gjunjëzohen. Dhe Ibrahimi u lut. O Zoti im, bëne këtë vend të sigurt dhe banorët e tij furnizoj me frute, ata që besojnë në Allahun dhe në botën tjetër. O Zoti im, ai tha, kush nuk beson, do t'ja mundësoj të kënaqet për pak kohë. E pastaj do të hudhë në dënim me zjarë. Sa vend banimit mërshëm është ai. Dhe derisa Ibrahimi dhe Ismaili ngritnin themelet e tempullit, luteshin. O Zoti ynë, prano prej nesh sepse ti me të vërtet dëgjon dhe di. O Zoti ynë, bëna ne të dyve besnikët tuaj, edhe pasardhësit ton le të jenë besnik ty, dhe na i trego traditat tona dhe na fal o Zot, sepse ti një mendje mëshirëplotë që pranon pendimin. O Zoti ynë, dërgoje atyre një profet nga mesi i tyre, i cili do t'u kumtoj ajetet tuaja dhe do t'u mësoj librin dhe urtësinë dhe t'i pastroj, sepse ti je një mend i fortë dhe i urtë. Kush i largohet fesë së Ibrahimit, përveç se ai që e nënçmon vetveten, kurse ne atë e kemi zgjedhur në këtë botë, por edhe në botën tjetër, ai do të jetë gjithsesi nga të mirët. Kur Zoti i tha, dorëzohuni, ai u përgjigj, unë jam dorëzuar Zotit të botrave. Dhe Ibrahimi u porositi këtë bijve të vet, si edhe Jakubi. O bijtë e mi, Allahu u ka zgjedhur fenë dhe asesi mos vdisni ndryshe vetëm si të nështruar musliman. A ishit ju dëshmitar, falni,
A ishit ju dëshmitar të pranishëm, kur i erdhi Jakubit momenti i vdekjes dhe u tha djemve të vetë, çka do të adhuroni pas meje? Do të adhurojmë, i than ata, Zotin tënd edhe Zotin e të parëve të tu, Ibrahimi dhe Ismaili e Isakut, vetëm një Zot. Falni edhe njerë do të patjetër. Çka do të adhuroni pas meje? Do të adhurojmë, i than ata, Zotit tënd edhe Zotin e të parëve të tu, Ibrahimit dhe Ismailit e Isakut, vetëm një Zot. Edhe ne ati i jemi dorëzuar. Ai është një popull që është zhdukur. Ata kanë atë çka e kanë fituar. Kurse ju atë çka e keni fituar, vetë. Dhe ju nuk do të merreni në pyetje se çka kanë bërë ata. Ata thanë, bëhuni ebrej ose të krishterë, do të jeni të përudhur. Shikoni, gjithmonë flisni me Kuranin. Merrni Kurani është edhe për ditët e sotshme. Këtu mund t'i shohësh edhe lloj rryma të ndryshme që janë brenda në Kosovë. Ata thanë, bëhuni ebrej ose të krishterë, do të jeni të përudhur. Ti thua ju, jo, por në fenë e pastër të Ibrahimit, ai nuk ishte politeist. Thuani, ne i besojmë Allahut dhe çka na është shpallur neve, dhe çka i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut dhe Jakubit, dhe pasarsve, dhe çka i është dhënë Musait dhe Isait, edhe në atë çka u është dhënë profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk e dallojmë asnjërin nga mesi i tyre. Ne atij jemi nënshtruar. Andaj, nëse kanë besuar ashtu siç i besuat ju, janë në rrugë të drejtë. E nëse kthehen nga kjo rrugë, atëherë janë në kundërshtim. Por Allahu të mjafton kundër atyre. Ai dëgjon dhe i di të gjitha. Allahu na ka udhëzuar. Kush është më i mirë se Allahu për udhëzim? Ne atë adhurojmë. Thuaj, apo polemizoni me ne për Allahun, e ai është edhe Zoti juaj edhe Zoti ynë, ndërsa veprat tona janë për ne, e për ju veprat tuaja, dhe ne sinqerisht i jemi besnik Allahut. Apo thuani se një mend Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Jakubi dhe pasarësët kanë qenë ebrej ose të krishterë? Thuaj, a e dini ju më mirë apo Allahu? Kush është më kriminal se ai i cili fsheh dëshminë duke e ditur se është prej Allahut? Allahu pra nuk është indiferent ndaj asaj çka mendoni ju, çka punoni ju. Ai është një popull që është zhdukur. Ai ka atë çka e ka fituar, kurse ju keni atë çka e keni fituar vetë, dhe nuk do të merreni në pyetje se çka kanë punuar ata. Fjala e Zotit e lartësuar është e vërtetuar. Sadaqallahul azim.